kënaqësinë që të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me Dom Markun në Shkodër. Do shkojmë në Shkodër nga Tetova, do shkojmë në Shkodër për të marrë një mesazh urimi edhe prej tij, sigurisht në simbolikën e kësaj që po diskutojmë, sepse mes shqiptarëve nëse ka një vlerë është ajo që njëri tjetrin nuk e kemi parë asnjëherë nëpërmjet prizmës së fesë, por e kemi parë nëpërmjet prizmës së kombit. Dom Marku, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Agora sërish. Mirëmbrëma, shumë përshëndetje mesin tuaj. Ju përshëndes përsërisht nga Shkodra, e shumë i gëzuar, e lumtur që në këtë emision bashkë me zotënin e Rum, përbajmë një mozaik të shkëlqyer të asaj çka është tradita shqiptare e adhëut, një veçantë dhe e fesë. Në fakt, ishim duke folur për kombin dhe fen. Ne kemi një histori të jashtëzakonshme kur vjen puna tek Bashkimi Fetar. E në fakt më kujtua vdekja e atë Gjergj Fishtës në 30 dhjetor të 1940-s, ku në 31 dhjetor të këtij viti, në atë përcjelljen e fundit që i bëri Shkodra këtij personalitetit jashtëzakonshëm të historisë tonë, jo vetëm të penës, po edhe të mendimit e filozofisë politike, përtej edhe asaj fetare, fjalimi kryesor që mbahet mend sot e kësaj dite është fjalimi që mbajti Hafiz Ali Kraja, një tjetër personalitet jashtëzakonshëm i kohës, i cili tha fjalë të mrekullueshme, sigurisht meritore ndaj atë Gjergj Fishtës, ku mbahet mend që i drejtohet duke i thënë që me lahutën e malësisë shqiptarët do jenë po aq krenarë sa që janë grekët me Iliadën. Pra, ajo që unë do doja në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, duke patur Myftiu në luginës së Preshevës në studio, duke patur këtë lidhje me ju në Shkodër dhe duke ditur disa histori të mrekullueshme tuajat në atë që në fakt në një intervistë që kemi bërë bashkë më ke thënë që ne nuk kemi tolerancë fetare. Ne nuk e tolerojmë njëri tjetrin, ne bashkëjetojmë në harmoni me njëri tjetrin. Doja të më tregoje pak si përjetohet ky muaj edhe te komuniteti juaj dhe sigurisht të marrim disa mesazhe urimi për të gjithë besimtarët musliman që janë në agjerim këtë muaj. Ashtu siç e thotë edhe ju përpara, kam përshtypjen se nuk duhet të reshtim, ta themi, ta pohojmë e tjeri krenarë që kemi një kom dhe një vend ku festat nuk i përkasin vetëm dikujt. Ashtu siç pashtë e Krishtlindjet nuk janë festat vetëm katolikëve, por ato marrin një kuptim të jashtëzakonshëm prej pjesëmarrjeve dhe urimeve të vëllezërve muslimanë nëpër familjet tona. E njëjta gjë jam i bindur që edhe muaji i Ramazanit nuk është vetëm muaji i muslimanëve, nuk është vetëm muaji i vëllezërve tonë muslimanë, por është muaji të gjithë neve që gëzohemi duke pa gëzimin e vëllezërve tanë. Një vëlla ontologjikisht e biologjikisht nuk mund të jetë kurrë i palumtur kur shikon vllain e vet të lumtur e kur shikon vllain e vet në një proces. Prandaj në këtë aspekt kam përshtypjen që të gjithë jemi bashkëpunëtar. Ndërsa këto ditë jemi në fillimin e Ramazanit, mu më vinë në mend ato tregimet e gjyshit, tregimet e parëve të mi, familjarëve të mi, gjatë mujt më tregonin kur e dinim që në kohën e komunizmit, fatkeqësisht një kohë ateiste për Shqipërinë, kur ne e dinim se jemi në këtë muaj, kishim kujdes, mos hanim as mos pinim ujë, e të evitonin edhe dohanin kur në kooperativa apo nëshim me miqtë e me vëllezërit tonë muslimanë. Kjo për me tregu atë shenjën e sensibilitetit vllazënor ku ti bahesh dorë para atë çka jeton tjetri, ku ti gëzon për atë çka gëzon tjetri dhe impenjohesh për atë çka impenjon tjetri. Prandaj po diskutojmë që klima e këtij muaji është e përbashkët, është një klimë që të gjithë e bashkëpunojmë, që të gjithë përpiqemi në një farë mënyrë të bahemi ai tjetri duhur e i nevojshëm që vëllezërit ta jetojnë në mënyrë të domosdoshme dhe në mënyrë të detyrueshme, në mënyrë të duhur atë çka profesion ky muaj madh. Ju keni një traditë shumë të bukur gjatë këtij muaji, një iftar të përbashkët? Në fakt kjo Fationa tash ju thoni se edhe në kultin islam, po edhe në kultin e krishterë nuk është mirë që të përmenden ato gjëra, sepse thonë të duhet. Jo, është një shenjë shumë e bukur bashkimi dhe respekti. Gjërat e mira që të jenë model që t'ja përdorin edhe të tjerët. Ju falenderoj. Po, pa diskutim, unë personalisht bashkë me
dhe me thënë një darë gjatë këtij muajit me gjithë miqtë e vëllezërit e mi të besimit islam, modestisht në vogëlsinë time ulemi ofrojmë një iftar shumë vogël të cilin e konsumojmë të gjithë bashkët. Por kjo nuk është asgjë. Edhe biles edhe herën tjetër kur kemi qenë në Fationin, nuk kam pas dëshirë ta bëj shumë të madhe sepse më duket se del larg e jashtë atij jetit e atij çka përfaqëson. Jo, realisht, unë kam qef ta bëj të madhe këtë gjë, jo për atë se çka simbolizon shtrimi një darke, po për atë se çfarë mesazhi jep. Pra fakti që në një muaj si që është muaji Ramazanit, ne të i kalojmë mënyrën se si besojmë dhe shohim njëri tjetrin në madhështinë të qenurit njerëz, të qenurit shqiptar, të qenurit vëllezër dhe të madhështinë e bashkëndarjes së kombit të asaj që ne i takojmë, pra të qenurit shqiptar, pa e parë tjetrin si të ndryshëm, po si të ngjashëm. Patjetër, pa diskutim kjo qëndron në fund të ditës edhe në thelb të religioneve monoteiste, pavarësisht krishterë apo islama interpretimi drejt të dyja këtyre religioneve pikërisht na çon drejt asaj që është dashuria sublime për tjetrin. Unë personalisht besoj që nëse besimi te Zoti nuk na çon te dashuria për tjetrin pa kusht, kushdo të qoftë, si do të qoftë, atëherë pse vlen. Thënë drejtën e them me shumë sinqeritet, me shumë kënaqësi që neve kemi një fat shumë të madh. Qoftë edhe si nëse do ta quajmë shëndetin si përjes fetar, që vijnë nga një popull që kjo gjë është trashëguar, është edukuar pa imponim, po në mënyrë shumë natyrale që nga shtëpia, që nga familja edhe që nga realiteti njerëzor. Prandaj neve na takon një detyrë e jashtëzakonshme që ta mbajmë, po edhe që ta promovojmë edhe të jemi pasqyra të kësaj vllazërie. Dhe në fund të kësaj lidhje që unë jam shumë e lumtur që na e mundsove praninë tënde në këtë agora sonte, të doja një mesazh, një urim, çfarë të doje bardha zemër ty që do të vinte nga Shkodra për të gjithë shqiptarët që na ndjekin? Jam shumë i gëzuar që këtë urim ka mundësi ta bëj me 2 gradë hap, thotë që vetëm ato që agjerojnë në Shqipëri, por të gjithë ato që agjerojnë në Maqedoni, shqiptarët atje, ato në mënyrë të veçantë që janë në lutin të preshenç, duke përfituar edhe nga prania e zotënisë në Rum, të cilin e përshëndes përsërisht. Agjerim ama të marrë shpejt pranu, edhe sjalt ky agjerim flyte gjatë gjithë vitit për një shqiptari me Zotin, për një shqiptari të mundshëm në vllazëri dhe ku ta shikojmë njëri tjetrin ashtu siç jemi, vërtet vëllezën të një gjuhë, një gjaku e të kopët. Prandaj nga ana jeme, nga ana gjithë kishës katolike, dëshiroj t'ju transmetoj urimet dhe agjerim sa më të mbarshëm në mënyrë shumë përzemër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të përshëndes dhe do jemi sërish me shumë kënaqësi në të tjera intervista. Faleminderit shumë. Ju përshëndes përzemërsisht të gjithëve.